Autizmi është një mënyrë unike të kuptuarit dhe përjetuarit të botës. Terapistja Besa Boshtrokaj që punon me fëmijë me autizëm na ndihmon ta kuptojmë këtë botë nga afër, përmes përvojës për kushtimit që sjell nga puna e përditshme me ta. Ndër përvojat e mia më sfiduese ka qenë në fillimet e mia profesionale, ku ka pasur një fëmijë i cili ka qenë diagnostifikuar me spektrin e autizmit. Gjë që ka bërë më sfiduese ka qenë se ka qenë në fazën e pubertetit dhe ka pas pak sjellje agresive. Ai e njihte shumë mirë rrethin në përgjithësi, por kishte një ndjeshmëri të veçantë rreth autoritetit, pra dëshironte që të ishte më i prerë qasja me të, por me kalimin e kohës, domethënë arritëm deri në pikën kur filluam të bashkëpunojmë mes vete dhe në momentin kur filluam të bashkëpunojmë, filloi edhe të zhvillojë një marrëdhënie terapeutike tamam në nivel ashtu si që edhe presnim. Kjo ka qenë pjesa më shpërblyese kur ne kemi fillu dhe fëmia ka fillu me pas besim tek unë në përgjithësi, po ashtu domethënë unë mësova shumë, sepse tek fëmijët duhet të kuptosh së pari fëmijën që ke përballë, të lexosh fëmijën që ke përballë dhe pastaj të kuptosh se cila çështje duhet vazhduar me të. Pas çdo fëmije me autizëm, ka një prind që lufton çdo ditë me shikimet paragjikuese dhe sfidat që nuk duken. Ndikon shumë shpesh domethënë prindrit nuk është se e vrejnë që gjendja e tyre emocionale përçohet tek fëmijët. Me këtë rast domethënë shumë shpesh kemi pas raste, domethënë ku fëmijët kanë kriju sjellje të ndryshme duke u bazuar në gjendjen emocionale të prindërve të cilëve që kanë përçuar tek fëmijët në një mënyrë. Një ndër keqkuptimet më të mëdha është se prindërit zakonisht presin progres shumë të shpejt. Mund të themi javor, nëse prindi vjen dhe fillon trajtimin fëmia 3 herë apo çdo ditë në javë, prindërit presin që brenda 2-3 javë fëmia të ketë progres në sjellje, të ketë progres në detyra të tjera varësisht prej planit që caktohet apo edhe në pjesën vokale. Është shumë herët dhe shumë shpejt, edhe pse kjo dallon varësisht prej fëmijës, nuk është se çdo fëmijë, ndonjë fëmijë mund të ketë progres më të shpejt, tjetri mund të ketë progres më të ngadalshëm, por dallon shumë. Një ndër keqkuptimet tjera është edhe se në përgjithësi nëse mund ta quaj na ngatërrojnë terapistët e stimulimit me logopedët. Për shkak se shumë shpesh kur vin prindi thotë, jo, po nuk është mësuar me fol akoma. Ne si terapist stimulimi nuk është fokusi jonë domethënë tek pjesa vokale. Është në përgjithësi, nëse fëmia ka sjellje, normalisht që fokusi qëndron tek sjelljet apo pjesë të tjera. Ne e stimulojmë vokalin, por nuk mundemi me insistu në vokal. Ne kemi të caktuar se deri në çfarë pike mund të insistojmë në vokal, por jo sikur logopedët. Frika më e madhe që më ka ra, domethënë me pas biseda me prind në përgjithësi, ka qenë, po nëse nuk jam unë, si do vazhdoj fëmia? Po nëse nesër nuk do ketë fëmia askënd, atëherë ku do mbetet ai? Ka shumë situata kur prindërit hasin shumë vështirësi në rrugë, sidomos në dyqane apo në vendet e tjera publike, ku fëmijët në përgjithësi fillojnë të shfaqin sjellje të ndryshme apo ne e dim që në përgjithësi fëmijët nëse vetëm nuk trajtohen në pjesën e sjelljeve, mund të kemi edhe tantrume të ndryshme. Kështu në këto situata paragjykimet e shoqërisë e bëjnë më të vështirë për prindërit që ta menaxhojnë atë lloj sjellje të caktuar në mënyrën e duhur. Unë doja shumë që në përgjithësi shoqëria të vedisohet dhe ta kuptoj që nëse e shen një nënë në vështirësi, nëse dëshiron t'i ofrosh ndihmë
së pari ta pyesësh për ndihmë, dhe jo të paragjykosh. Prindërit në këtë fazë janë akoma, domethënë që sapo e marrin diagnozën, janë në fazën e mospranimit dhe kjo është faza më e vështirë që duhet më shumë të punohet me prindin sesa me fëmijën. Ka prind që shpërthejnë emocionalisht dhe vazhdimisht vinë duke qajtë, gjë që duhet i tregojmë dhe duhet të punojmë në një farë mënyrë, nëse mund ta quajmë kështu. Faza e mospranimit është faza më e vështirë. Pastaj në fazën kur fillojnë ta pranojnë këtë situatë, domethënë apo gjendjen e fëmijës të tij i cili është diagnostifikuar me spektrin e autizmit, atëherë domethënë me kalimin e kohës, me trajtim i sheh dhe ai progreset prindi domethënë dhe fillon ta pranoj pak më lehtë. Nëse vetëm vendos me qenë bashkëpunues, atëherë është akoma më mirë sepse pa bashkëpunim prind terapist nuk mundemi me pas rezultat. Në përgjithësi, prind të cilët e kanë fëmijët me ndonjë çrregullim edhe nëse nuk është rregullimi i spektrit të autizmit, por ndonjë rregullim tjetër, janë pak a shumë, nëse mund ta quaj, të ndrojtur apo të stepur që ta binë në trajtim, për shkak se mendojnë që mundemi paragjyku nga shoqëria. Edhe shumë shpesh ka pas edhe situata ku nuk kanë pas dëshirë të tregohet se ku po vazhdon djali me ndjek trajtimin, gjë që për fat të keq është shumë e shpeshtë, sepse në këtë rast nuk i lë faj as prindit, sepse kuptohet është më i ndjeshëm rreth situatës, mundet edhe të paragjykohet nga shoqëria apo në familje e tjerë, por është problemi pastaj qëndron se fëmia mundet me shku në pikën 0. Nga terapisja dhe puna e saj, kuptojmë se kemi nevojë për më shumë mirëkuptim nga shoqëria dhe forcë për prindërit, sepse autizmi nuk ka nevojë për mëshirë, por për planim.